Dhe e keni parasysh këtë ndjenjë kaq të mirë që Allahu ty nuk të len asnjëherë derisa ti me tërçenjen ju ke mbështet Allahu Teala. Mos u mbështet dikun tjetër. Mos ki bindje që të tjerët kanë me të mbështet të jetën. Janë periudha, janë faza kohore që ki shumë njerëz afër vetes. Dhe ato mbështetje që të vinë shumica janë për shkak të interesit, për shkak të pozitës tënde, për shkak të autoritetit tënd, për shkak të familjes tënde, për shkak të pushtetit tënd, për shkak të pasurisë tënde. Nëse këto të shkojnë, ndërpritet mbështetjet apo lidhjet me të tjerët. Sepse shumica e lidhjeve në këtë botë janë lidhje të interesit. Përfundon interesi, përfundon edhe lidhja. Po nëse i mbështetesh Allahut, e dini çfarë ndjenjë është? E dini që kur ti je i vetmuar në mesin e shkretëtirës, e i rrethuar me kafshë të egra, ti je rahat, ti je i qetë. Sepse e din që Zoti për ty këtu në mesin e shkretëtirës ka përzgjedhur më të mirën. Edhe nëse kanë me të hëngër kafshë të egra, ujshit, apo luant, apo dikush tjetër, prapë është mirë për ty. Edhe nëse kanë me të lëndu, prapë është mirë për ty. Edhe nëse kemi shpëtu, prapë është mirë për ty. E dini pse? Se do të me qenë kjo ndjenjë e ngulitur në zemër se Allahu nuk cakton për besimtarin musliman diçka tjetër, vetëm ato që është e mirë. Se nga njerë dikush po thotë qysh bre mirë, po thani filoni një fëmijë e pat, edhe që ato ja murë Zoti, o me të pas një fëmijë. Hajrë është, mirë është. Se e ka ditë Zoti që ai nëse jeton ku me ditë çka bëhet nesër. E ma leto me të vdekë vladi se sa me pa tu i promovua haramet e mdhaja. Pyetni ata baballarë dhe nana që fëmijët e tyre janë zhytën harame, në gjenahe. Wallahi në qajnë edhe thojnë, sot me ma marë Allahi ma i knaqën jam, se sa që pe shof vajzën tem, çka po bën apo djalin tem. Nëse që u shprehin ju e neve ne shprehin. Sot ja kësha dhonë Zotit, edhe ma i knaqën i shakon hiç mos me i pas, se sa shumë kanë dalë fëmija. Se vështira vllazën është me rrej vajza nana. I li pare në ka e shku nana për flaksh, se ka me dalë, ka me ushëtit, ka me kalu natën e për kafeteria, apo në për diskoteka, apo në për klabe. Vështira është me pa e vladin ka rrej babën. Pa djemë. Edhe ishte pe i mendes me thonë, ai që e rrej babën, ai nuk ka fëmija i tina. Pse? Apo pe akuzonat gruanet? Se me thonë kështu atëherë, do me thonë ajo pas ka po zina gruaja e tina. Është teori e gabume kështu me thonë. Jo i tyne është. I tyne është, po janë sprovu shumë. E të në jamerë Zoti, edhe qka është ma rahat. Qka do të thotë vllazën? Me pas lidhen me Zotin është me ditë se Zoti ty të mjafton për çfarë ti të duash. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Ai që i mbështetet Allahut, Allah i mjafton atina. Se shumë kush, edhe na po i mësojmë njerë, po thojmë gruas mbështetu për burrin se është shtyll. Edhe burri mbështetu për gruas se është shtyll, po kanë herë kjo shtylla për Zot, po prishet. Pelshën kanë herë. E mos u mbështet as për ata, mbështetu për ato që ka pushtetin absolut. Se mundet me të lanë gruaja. Edhe ka gra që s'janë gra devotshme, në momentin që burri dorëzohet, e nuk mundet me furnizue me mjetë sa dohet, a nuk mundet me i kry do obligime ndaj saj thëtë e që qani që e konë. Që t'je konë që shtu i shkej që qanë. Po që ishbe 30-40 martes kesh burri Zoti, burri mirë, tash pëse e ka penzin 200 euro, 100 euro, që me bo i shkejt e a i se ka bo veti. Andaj qka pra, mbështet to për ato që nuk të le, e mos u mbështet për ato që të le. Jo shëshën kjo ndjenja e doas e lutjes, që çdo herë ti e din kush do shka të bën ty ti ja lën Zotit e Zoti mirët me ta. Ai e lyp pej teje, ti e shkruan dosjen edhe ja kthen Zotit. O Zot, ti peshe çapo bën? Merro me ta. O Zot, pej me e pe lyp, ti e pja hapën. O Zot, unë e di që ti e gjykon qysh është mas miri. Edhe leja Zotit të me pas këtë ndjenë që ti nëse je i mizerum të kanë po zullum qartë, e ki Zotin që ka mo të përgjigj herët avon lutjen tënde.
Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wattaqi da'wat madhlum, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab." Kje frik lutjen e atina që i ke bo zullum. Kje frik ruju prej dos, prej lutjes se ati që i ke bo zullum. Sepse në mes lutjes se ati edhe Allah nuk ka hijab, nuk ka perde. Andaj që ky mesazh do të me arrit në mendjet edhe zemrat tuaja që nëse dikush i ngre duart ka Zoti edhe thot: "O Zot, epja hakun filanit, e filanit që po mbojnë zullum. O Zot, prej meje për kërkojnë, une nuk kam mundësi me marr hakun, nuk jam i gjithë fuqishëm, nuk jam i gjithë pushtetshëm. O Zot, une s'po du me u marr me ta, merë të heshmi prej qafit." Wallahi, mos flej rahat. Mos flej rahat se ka me të zonë heret avon, ka me të zonë dënimi Allahu te bareke wa taala. Tjetra do lazen me pas parasysh se çdo herë kur ti e lut Zotin tën, e para ti ke bo adhurim ibadet, e ke adhurue Allahun te bareke wa taala. E ke adhurue, e ke madhuru Allahun, tu bu do, tu bu lutje, ati pe bon do të lutjet për çka? Për vetën tonë, për interesin tënë. Për shembull me ta shtu diturin. O Zot, çto ma dijen e dobishme. A është do po? Ku është interesi kësaj? Është e dija me ta dhonë Allahut. Allahu po ta jep, amo te ke adhuru Allahun. O Zot, çto ma pasurinë e Allahut? Pasurinë e Allahut. Kjo është interesi yt. Po, e ke adhuru Allahun te bareke ve taala. O Zot, furnizam me evlad, vajza po djem qofshin të hajrit. Interesi është me lon trashëgimtar mas vetes. Po, Allah po t'i jep, amo e ke adhuru Allahun te bareke ve taala. Me pas ndjenjen që sa herë të lutsh Allahun te bareke ve taala, Allahu është i gatshëm, Allahu është pranë teje, ka me t'i largu vështërsitë, ka me t'i largu hallet apo brengat. Dhe largimi i tyne është premtim. Largimi i tyne është premtim nga ana Allahu te bareke ve taala. E treta, paraqitja e brengës tek Allahu bëhet duke pas parasysh. Paraqitja e brengës, e hallit, e problemeve tek Allahu bëhet duke pas parasysh se ti sado që i paraqet kërkesa Zotit, halle, brenga, mërzi, ti vesh afrohesh tek Allahu. Me qenë të njerëzit, ja paraqet një kërkes një herë mirë, dy mirë, dikur tretën thët: "Po Zotin, shëma derën, këshur me romet e tërkën, qka të tërkusht një mana, qa mu ke gjujt veç mu mare vlog të?" A shqishtë? Pa. Ti apo menën të njetën e ty me të mshteta? Apo menën të njetën e ty me të dhona? E të Zotin, sa ma shumë që e lutë, sa ma shumë problemet ja paraqet, sa ma shumë halët edhe brengat, ta afron Zotin edhe mangat. Edhe kur ta afron Zotin mangat, e ta afron, qa ka me të bo? Ka me të bo pej të dashërët të ti. Se edhe njeriu kër e afron t'i ka nga të vetit, e afron, e rrin me ta, e afron, bëhet mik, bëhet shak me ta. E katërta, kjo ndjenjë që ti kur mbështetesh Zotin, që ti kur e lut Allahun, është armë që mbrohemi me te nga armiku çfarë do qoftë dhe kush do qoftë ai, dhe është ndjenjë se ka me ardhur caktimi i dëshiruar prej anës së Allahut te bareke ve taala, dhe ka me largue kanë caktimin e pa dëshiruar për neve. E pesta, duke lutë Allahun, duke mbështetur te arrimi interesat të cilat ne i synojmë, arrim ato qëllimet e mira fisnike humane, edhe çka largojmë veten nga të këqinjet dhe largojmë të këqinjet nga vetja jonë. O Zot, runa prej të këqive dhe keqbërësve. As ti me lutë Zotin, vëllahun pe luti s'po largohen, e kjo gabim. Me thonë pe luti Zotin, e s'po me largon Zotit të këqijat dhe keqbërës, kjo të efekt në besimin tënë. Sa njerëzve i kena pas afer sot si kemi. Une, ti, si kemi do njerëz, do shok, e ti një pse,
Që dhone dhe ju besoj që i bujmë da, thoi mos zot, runën nga të këqijat edhe keqbërësit. Ata janë konë keqbërës, Allahu t'i ka largue, ta shpësë mërzit ti, se me paskon ata më bëm mirës, t'i kishlon Allahu. Edhe mas një kohë t'i e kupton që i po, Allah. Largimi për i ty në qenë ka hajrë, duke lutë Allahun, për brengat halët, duke lutë Allahun për mja falë në katët, gjënahet, angazhohet me punë të veta. E kush angazhohet me punë të veta, e kush mirët me punë të veta, nuk ka kohë me u marrë me punë të huaja. Na punë tona i kemi lanë anash, e tu këshyrë kush ka po bën, e ky gjënaqtar, e ky fasik, e ky mushrik, e ky bidatxhi, e ky kështu, e ky ashtu, e ky hajn, e ky kështu. Na i kemi harru veten krejt. Po ndo ka me dvetë Zoti kush ka qenë alkooliqar, kush ka qenë lavir, kush ka qenë hajn, kush ka qenë kështu, kush ka qenë ashtu. Ka me dvetë ty edhe që ka punë të tua që shikje.